buonasera, signorina, kiss me che bombo 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 ba. A good job in the city, working for a man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, 'cause I was worried about the way a thing might have been. Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. We're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on a river. I said rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on a river. Working for a man every night and day, and I never lost a minute of sleep, 'cause I was worried about the way things might have been. Big wheel keep on turning, and the proud Mary keep on burning, and we rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Unter der Jazz-Jubiläums. Okay, das sagt.
bytme. As kërtit si s'ka plas ma fort. Ja, men hon nuk lihen med frun. Vad vi har att fikt. Kjole. Pass med fru. Kjole ska leva. Kjole ska leva. Vad jag fått mig fru. Se bukur i shejtan. Ai zin çokobo. Si bani sa. A fash në zonë kese? Më thot goja, më thot. Jo, che sono taman sicura. Flas gjumë. Tamam. Je tregu virtuoz i vërtet, tamam. Që fash më më? Men hiç kurgja s'ke pa, as vet. Ti e bane tonë dësh. Unë shdo më... O, Mazlum, duhet pyes diçka, Mazlum. Atëherë, kur keni qenë ushtarak, në cilën armë keni milituar? Po mu kanë lëviz shumë, se kanë pas nevoj shumë për mu, më. Pa ma shumë kam kanë... Këtë përshtypje kisha dhënë. Sot e tregove Verdin Mazlum se ti shprehesh në çdo mënyrë. Ja, Pas e vet. unë jam I qinur. Papa. I qitër. Unë që kam, unë e kam. Papa, Bome mirë Mazlum. Banor, edhe ju spektatorë të nderuar, ne do të bëjmë një lidhje të papritur. Vërtet ndodhi diçka, por përpara se sa të lidhem me shtëpinë, unë dëshiroj që të ftoj këtu përpara jush opinionistin ton të nderuar, zotin Bukurosh Keqota. Mirë se erdhe zoti Bukurosh. Do të lidhemi me shtëpinë, por unë dëshiroj që ne të shkojmë së bashku dhe ta dëgjojmë gjithçka se çfarë do të ndodhi sepse ka ndodhur një incident I vogël. Dakor. Banor? Çfarë ishte ky incident që ndodhi? Daman, Po? nuk ishte incident. Sa ishte? Nuk ishte incident, ja. Sa ishte? Ishte por. Keni thënë që në shtëpi ka shumë surpriza. Edhe ne do të vazhdojmë. Si ndjeheni tani? Mirë. Si mas bordet po? Ja. Ka nuk e dhe ira ka me pak. Ja, unë e kam marrë Verdin kërret është. A është ua? Ja. Rabia kishte kohë që e priste një surprizë Papa, tjetër. e di dhe të ja për unë. Unë po dash që më të kërë surprizë. Ja, të më të mu zote dhe të Nuk kemi shumë formë. Mazlum, ke diçka për të thënë? Jo, unë që po të afar. Kanë që se, nuk e në kuptu, unë e më shishtë. Atëherë, banor më dëgjoni me vëmendje. Këtu pranë, unë kam opinionistin ton, zotin Bukurosh Keqota. Ai ka përgatitur për ju një tezë zgjuarësie, por unë kam dëshirë që ju vërtet të mobilizoheni edhe të na nderoni me përgjigjet që do t'jepni. Fjala për ju, zoti Keqota. Atëherë, mirë mbrëma të gjithëve, ju faleminderit shumë për dorë torkitet, ju falenderojmë edhe ju. Faleminderit. Ju falenderojmë edhe ju se ju është në Albana, falenderojmë vllajën e madh, vllajën e vogël, djalin e tezës, djalin e Ars, djalin e Dajs. Minutem. Kalojmë tek pyetjet për banor. Dakor. Dakor. I kam këtu të pyetje, një test është... që e gjeta. Shumë I bukur. Tashti, banor, Do në bana. jam opinionisti. Banor, si po e kaloni? Mirë. Tashti do t'ju baj disa pyetje. Pyetja numër 1. Sa herë është ndarë nga burri këngëtarja e madhe
amerikane Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. E di unë. Gjoks me e bejke. Gjoks me e bejke. Ako e Jennifer Lopez. Tet hira do. Di unë. Gjoks me drejt, pa e është amerikane që dinti. Katër dirin 5 herë me ka mosha. Mene, do t'ju shpëtoju. Këngëtarja madhe amerikane Jennifer Lopez është ndarë nga burri më shumë se një herë. Përgjigja në fakt është e gabuar, por e zgjuar. Tashti kemi pyetjen numër 2. Cili nga vëllezërit frashëri është më i madh, duke filluar nga më i vogli? Naimi, Samiu apo Abdyli? Qiktu e po një hile. Ma s'është Samini. Sa ku e po ma në zlomi. Ja përse me qëtë, atë e gjithë. Përse ja thëmë, të shti një, që Opinionist. O, pensionist. Sa vlezit ishin dhe vlezit frashëri? 3 pra? E kusha maj madhe dhe të i vogli, e? Po. Ata ka kanë Tani Sejmar, ata ka kanë Bijok. Pyetja numër 3. Kur ka vdek Skënderbeu? A kanë qitë bukë? Si kam gjenë kapten. Se sët nuk po të thëtë kush bot Homsha Holmen. Dhe shdojnë Homsha Kombekajn. Kur ka dek Skënderi. Skënderbeu. E qërë buket kanë qitë. Fejnë qërë, mish, bilaf, dhe në mëllësin. A mëllësin, qëfar a mëllësinit e kalon me gojë. Karabushat pjekur. Janë nërë për muk 1427 vetë. S'ka ndaj dhe 691. Sa ditë që ka dhe Skënderi, Skënderbeu, Skënderbeu. A ditë ka qëllu shumë kesh. Se? Ka lujt Interi me Juventus. E që martit Bukurosh. A keme pyetje për mu? Po përna? Pyetje për mu. I që martit e sëti, ti kjo me fjeto e ja me në dhanë nën e me në dhanë kulturë, me përfoj me kulturë do? Jo, unë di kulturë, unë di edhe fiskulturë. Lutem regjia ma mbryti lidhjen me shpinë. Po, dakord. Mlidhni sërish me shpinë. Banor. Më vjen keq për këtë që po ndodh. Murati duhet ta lërë me një herë shtëpinë e Big Brother. Niso! Shtuku! E kam di se në këtë nërë të hanë partë. Di Murat, qa përfitove nga ky Big Brother? Besa unë kam përfitit rohën të mirë, me që është përplesha në gzime. Vllai madh mendon që Muratin ta përcjell pikërisht Baxhanaku. Qosh? Baxhanaku. Dhe Baxhanaku duhet me një herë ta lërë shtëpinë e Big Brotherit. Apo një mohë. Po diftova kulturë moderne. Iku popus! Hajtë rritë edhe pak, pa ti me zjerë tani është! Banor, Urno. jemi në një moment shumë të rëndësishëm, a? Unë kam dorë zarfin, ku kam emrat e personave
që janë të nominuar dhe personin I cili do të lërë me njëherë shtëpinë e Big Brother. Le të çohen në këmbë tretën nominuarit. Gigi, Murati edhe Maznumi. Më falni se Murati doli, në fakt. Po Gigi dhe Maznumi. Atëherë, personi që do të lërë me njëherë shtëpinë e Big Brother dhe do të heqë dorë nga çmimi I madh është Gigi! Profesor, po ju presim. Urdhëroni. Profesor, Faleminderit. Ju faleminderit. çam vjen keq marr profesor. Hadi inshallah që në punë. Faleminderit shumë. Profesor, dëshironi të përcjell dikush nga banorët? Jo. Asnjëherë. Shumë mirë. Profesor, Urdhëm. keni në vije të qartë se pse ju nxorën për jashtë? Ja, unë këtë nuk e di, këtë mund të më thoni ju. Cili ishte miku më I mirë I yti? Miku më I mirë imi është libri. Pikërisht profesor, a ju nxorë jashtë ju? Libri profesor. Profesor, Urdhëro. kush do ta fitoj këtë Big Brother? Unë jam fitusi. Ju sabotoni profesor. Unë jam fitusi. Ja pra iku dhe një banor tjetër dhe në këtë moment më njoftojnë se ne do të bëjmë edhe një eliminim të detyruar. Kush do t'jetë ajo, apo ai që tha lërë? Do t'jetë Gjata, e cila është e detyruar ta lërë shtëpinë e Big Brotherit për arsyes shëndetësore. Ka shkuar disa herë në spital dhe janë munduar që ta lehtësojnë gjendjen e saj, por në fakt gjendja e saj ka ardhur duke u rënduar. Edhe ju do ta shihni vetë. Le të vi Gjata! Për ju. Po qa? Gjada, po qa ta pës Gjada nëse ku është gabimi që po të nxjerrin jashtë? Po gabimi Gjada shifit me synë. Po shmaron gabim? Po? Ja marrë pa fajin I keni juve? Pse? Si pse? Po s'kam një asnjëra dhe më. E pse e fut pa gjanakun atë mrem jo? Ju e keni fajin? Jo më keni bërë qëto! Ju e keni bërë. Ja pra, iku dhe një tjetër banore? Po, dakor. Do më thënë, është ai bukuroshi dhe po pret që të vi brënda. Po unë kam 2 orë që jam këtu. Jo, nuk është fjala për ju, është fjala për baxhanakun e Cukut, I cili kërkon të bëj një replik me ju. Pranoni, po? Po me gjithë qef. Atëherë regjia ju lutem futeni brënda baxhanakun? Në gjak nuk të marrë bukur është. Orna, Ke hangër shumë në për televizore lokale për mu. qa kam hangër? Mut pas ta tham. Gjatë lutem shumë, fol me kulturë se jemi në emision direkt tu. Jo unë di kulturë, po di udhës kulturë, po të presi jashtë. Po të bredi është, hajde më. Ku po shkoni I nderuar? Po, tipa si puna këti kujtojnë se ne nuk di me I dhënë përgjigje. Po shkoj ti jap një drut mirë edhe erdha. Po je përgjigje. Erdha, më sa ta kapin dorë pak. Ja pra, opinionisti jonë shkoi që t'japi përgjigje, edhe siç më njoftojnë, dialogu I tyre ka shkuar vërtet në një mënyrë shumë paqësore. Por këtë ne do ta ndjekim nëpërmjet monitorit. Mirëmbrëma në Albana, përshëndes të gjithë Big Brotherët nga spitali ku do të intervistojmë opinionistin më të famshëm zotin Bukurosh Keqota. Zoti Bukurosh, si jeni? Mirë, po ti si je? Mirë. Si shkoj debatin? Jo, debati ishte konstruktiv, o morë me vesh mirë, ja ku jemi.
Sipas jush, kush do ta fitojë këtë Big Brother? Big Brother do ta fitoj Skënderbej Kors. Si? Skënderbej Lushnjës. Askë. I Firit. Tani do të intervistojmë Baxhanakun e Cukut, dialogistin tjetër. Si shkoj debati? Unë deftova kulturën temë. Një që kulturë kam. Po pse jeni këto të dy një shtrat? Po jam të illaj gati, pati nevoj për nëjë qërim me teshëm, unë jam gati. Kam me të si syqe vetëm i do. Këta dy, i ka ardhët i zote me ku. Zot doli Murati, doli edhe Gjada. Nga Gjadën e pat gazet Trupcaj, edhe Muratin për shkalc. Po ky Baxhanaku i Cukut, pse më tha mu, du me fjet një natë me ty. Për i të zëtë ma, Ja ma, ja. Ja ma s'ma marrë mane, ma. Mazlum, te loba rëfimeve, se e keve qefë. Albana, Po? mas ati rëziku që pata unë. Cili? Një ati mo. Mazlum mu harrua ja. Dhe ishta me të pyt, am janë paksu, am janë shtu fensat mu. Kush? Fensat mu. Qa ishi këta, Mazlum? Fensat. Fansat. Ja do të shohim. Spektator, cili prej jush është fansi Mazlumit në duat trokas? Ajshe, e kreve vetë. Mazlum, tani që jeni vetëm 3 vejtë në shpi, si e kaloni, si ndjeni mirë?Ërse të balet majnë allë vanë. Unë përfitaj qumsh, përfitaj antidota. Po pse? Nuk ka burë një orët që rënë me rabijen. Po pse? Pa prep, ma mirë se në burg jam, Mazlum, Orda. Vllai Mall ka menduar që këtë herë të bëj ty surprizë. Dëshiron që do të realizoj një ëndër që ti e ke, është një ëndër e jote shumë e madhe. Do të çohesh prej aty, do të hapësh derën, do të dalësh në korridor, është një korridor i gjatë, edhe në fund është një derë. Do të hapësh atë derën, sa ta hapësh derën shef një makinë të kuqe. Hap derën e makinës kuqe, futesh brenda, edhe do të nisesh për diku. A me dhe derën e makinë se Pa tjetër! Nisu, Mazlum, nisu! Prap! Spektator, edhe ju që na ndihni, edhe ju banor, le të shohim ku ka përfunduar Mazlumi. Tjetër! Sa të ka s'kakëri më punë. Tjetër, po tash po plasin kërthejnë zë mërë të thashin ka. Me me tjetër që po vine për marrë një tërë. Pa mërë vëllaj madhe tërë po. Shpi. Shpi.
Tjetër më shpejt. Tjetër. Bëne edhe tjetër, Marekja, bëne tjetër. Tjetër. Në më zëtë që ndojek. Ska ndartë mira, shohi mira, i kanë mas me kanë në rrugë. Jo. Njështëm, mas me prish një dojë, njështëm. Adhin. Hajde marri minut, hajde, bjerë më rejtu. Hajde marri. Bjerë më në shpijen bak. Ik, boni tjetër në shpejt, tjetër. Zëti ma, si ke kam tha, jam sharru me hangër. Më zëtë në kam përri që më gjënë në marri një tesh. Qyësëret kanë njën. Qa kene pa qësishti, pësishti? Qa ka me qështu? Pagull bërë vlajbal. Mësi pagull vlajbal, i pagull Big Brother. Vështi ke kam tha. I përshka për edhe vogda, mashallah. O zëtëbi, a ke nevoj për një gjanë që me shu këtë ushqim që ke hangër mëj? Ne aperitiva, një sëna. Me shu ushqimin? A ke një? Pa zëte. Mi bjerë jo 3 grosha. Qyse dhe banketit të hënë. Me hangër dhe i dasmur. Interesant shumë. Shumë interesant. Shmiret, ja. Se këtu në Big Brother, se cili ka karakteristikën e vetë. E drejtë, kanë sa ngopet. Për shamo, Kanë sa lodhe kanë sa ngopet. ja, ky hanë shumë. Kjo është karakteristika e vetë. Për shamo, ti flanë bukur në shpinë. Kjo është karakteristika jote.